shembull po e blej që të mall, po e provoj në 3 ditë. Ose të thotë pronari i mallit, merre, provoje në javë, nëse s'del shpëtam e kthen. Kjo do zakonisht me mallin e përdort, që nuk e din. Von ai që është nuk e din sakt, po merre provoje. Ndalt ose dikush i jep një ditë. Ose dikush i jep 3 ditë, dikush i jep një javë me provu mallin. Mënyrë që nëse jam merr mendja e vazhdojmë. Edhe e kryjm pazarin. Nëse jam merr mendja e kthen mallin edhe ja kthejm pagesën. Kësaj i thënë khiyaru shart. Do të thonë zgjedhja për me përfundu pazarin ose për me anulu pazarin përderisa ja mundsojnë palët njëna tjetrës. Edhe kjo është e lejuar tek të gjithë dietarët. Të 4 medhhebet, madje disa dietarë dhe kanë përmendur edhe konsenzusin. 4 medhhebet po edhe konsenzusin, sepse këtu janë kushte me të cilat njerëzit shesin edhe blejnë. Edhe Allahu i lartësuar nuk ka ndërhyrë shumë në forma të shit blerjes, në kushtet që ja qesin një tjetrit, përderisa janë kushtet pranuara dhe përderisa nuk janë të ndaluara ose nuk prekin, nuk e cenojnë hakun e tjetrit ose nuk e shkelin djersën e tjetrit. Allahu i lartësuar thotë ja ajo ledhina amanu aufu bil uqud, do ju që keni besuar përmbani kushteve dhe përmbani marrëveshjeve që i bani. Kjo është një marrëveshje që unë po e blej që të mall mirë, po duhet një 3 ditë me provu. Ose i thot blersi, edhe moshitsi, këtë rast merre provoje. Nëse del mirë, nëse s'del, atëherë e kthen. Edhe nuk ka problem këtu për arsye se të thonë palët po ja mundsojnë njëra tjetrës. Edhe normal që më ja lehtësu, mos më ja vështirësu personit që po e blejnë mallin, se ka mundësi me blejnë një mall edhe i del ndryshe që e ka mendu, ose nuk i del që e ka mendu, ose nuk i përshtatet, e mundësin 3